Një tuf e madhe të paaftësh dhe një tuf egoistësh të përqar, kënaqen tek sodisin 80 vjeçarin bio, Sali Berishën, që del elegant dhe arsyeton urtësisht, ekran me ekran, dhe i qerr maskën Edi Ramës për farsën zgjedhore të 11 majit 2025. Dhe mbas shpatullave të Saliut, këta të paaft, të shumt në të vërtet, fshihen e të kurren dhe ndërkohë mprehin thikat e tyre kundër njëri tjetrit, gjithmonë në emër të doktorit dhe të pastërtisë opozitare. Pamje dhimbshme e katandisjes opozitare në këtë verë që po vonon të mbërri. Duhet më shumë dinjitet, dreqe mori. Duhet t'i thonë në sheshin e Mejdanit ato që përshpërisin tër ditën kafeneve. Opozita humbi thellë për të paktën 3 arsye madhore, arsye që janë krejt para syve të të gjithëve, që kanë sy për të parë dhe pak tru për të analizuar çfarë ndodhi. Arsyeja e parë, me presion, me joshje apo me dredhi, Sali Berisha e mori përsëri Partinë Demokratike. Të përçaret të coptuar, të dreqosur e të ballkuar nga sharjet dhe akuzat transversale të të gjithëve kundër të gjithëve, që gjenin tradhtare të shitur te Rama në fizionomin dhe politikbërjen e çdo disidenti anti-Berisha. Shumë demokrat historik ishin gati të shqyenin politikisht njëri tjetrin më shumë se kundërshtarin e qetë dhe me rënjë të ngulura thellë në territor. Berisha bëri çfarë mundi, e aq sa mundi me stilin e tij të sprovuar, por edhe shumë të vjetruar njëkohësisht. Por humbja e zgjedhjeve përsëri nuk ishte faji i tij, si edhe nuk ishte as faji dhe as tradhtia e Lulzim Bashës 4 vite më parë. Partia Demokratike nuk e përsëri dot fitoren e vitit 2005, pa përçarje apo pa tradhti të brendshme të së majtës. Arsyeja e dytë, Rama nuk lejoi faktor të brendshëm të së majtës apo PS-s që të ngrinin krye, ndonse nuk janë pak ata që kuisin nga shtypja që ushtron personaliteti gjithnjë më i madh i shefit të gjatë. Çuditërisht, edhe Ben Ahmetaj s'dihet se si ndodhi, respektoi një heshtje para zgjedhore 2-3 mujore para 11 majit. Të tjerët, nëse kishin ndonjë gjë për të thënë, domethënë ndonjë mosdakordsi ndaj Ramës dhe vijës së tij të qasjes, u janë zbrapsur trimërisht grave në shtrat, nëse ishin burra, ndërsa gratë politikane e kanë artikuluar disidencën e tyre maksimumi te parukierja e besuar. Pra me gjithë Lalin, Erion Veliajn në burg, Partia Socialiste fitoi përsëri, madje më thellë dhe në mënyrë më metodike, duke forcuar bindjen e dikurshme të veteranëve të partisë, se kur themi partia, nënkuptojmë Rama, dhe kur themi Rama, nënkuptojmë partia. Arsyeja e tretë, partitë e reja, kandidate për të marrë stafetën politike apo për të kryer rotacion politik në Shqipëri, u shfaqen të sëmura rënd edhe nëpër ekrane. U shfaqen të rinj, por të ligështuar nga sëmundja e vjetër shqiptare politike e përçarjes, e vetëpëlqimit dhe e urrejtjes personale politike për njëri tjetrin. Të paaft të krijojnë një front politik me idenë e krijimit të një poli të tretë. Dhe rezultuan ca partiza thërrime që certifikojnë gjithmonë më shumë demokraticitetin e pretenduar zgjedhor nga shumica qeverisëse, duke u shndërruar nga kundërshtar të Partisë Socialiste në aleat të imazhit të saj ndërkombëtar. Dhe bashkohen të gjithë në korin se fajin e ka Berisha, i cili së paku çapitet me dinjitet ekran me ekran dhe i palodhshëm demaskon farsën zgjedhore dhe mbron fitoren e munguar apo fitoren e vjedhur e të tjera e të tjera. E dhimbshme dhe qesharake. Ndërsa këta të rinjtë mplakur befas, pse ku janë fshehur këto kohë dhe nuk dalin më me megafon në rrugëve. Po pse? Apo, erdhi vera, duhet me jutur plazheve dhe udhëtimeve. Bravo çuna, jeni njësha. Një herë jeton në robi.